A është e nevojshme për shembull? Okej. A është e nevojshme për shembull që familja Jasharit tashti të përdoret si një farë lloj themi objekti politik, duke qenë se ajo është një familje e cila ka dhënë më të shtrejtën për lirinë e Kosovës dhe duhet të mbetet e gjithë Kosovës pa dallim, pra pa ngjyrim partijak, edhe është personi i duhur në kohën e duhur, me gjithë po them respektin për familjen edhe për përfaqësuesit e saj që po përmenden gjatë kandidaturës. Këtu padyshim do të kishim një pajtueshmëri, besoj unë, askush nuk do të votonte kundër. Tash çështja tjetër shtrohet, a ka emra të tjerë të cilët do ta gëzonin të njëjtën pajtueshmëri apo konsensualitet nga të gjitha partitë pa dallim. Qartë. Zoja Lama, vetëm një sekond. Tani, shumë janë ata që mendojnë se Kurti mbështet Vjosa Osmanin, megjithëse nuk ka dalur hapur për ta bërë këtë. Dhe logjika është shumë e thjeshtë. I intereson që ta ketë. Një shkëputje të vogël, nuk ju dëgjova tamam. Po, edhe një herë. Të shumtë janë ata cilët mendojnë se Albin Kurti, megjithëse nuk e artikulon në publik, mbështet Vjosa Osmanin. Preferon më mirë ta ketë si presidente se sa përballë ndoshta si kryetare të partisë të LDK-s. Ju çfarë mendimi ndani? Zoja Lama. Unë nuk mendoj që zoti Kurti friksohet zonjas Osmani, për më tepër që ajo nuk është më LDK, partia e saj që e krijoi është në lëvizjen vetvendosje. Nuk e besoj që ka këtë frikë, ai fitoi zgjedhjet pa ndihmën e saj realisht tani. Por nuk di se për çfarë arsye i intereson apo nuk i intereson që ta kandidoj sërish, por besoj që arsyeja logjika të thotë që nuk i ka votat për ta zgjedhur atë, dhe nëse ai do që ta vazhdoj qeverisjen, pra këtë qeveri dhe mos shkohet në zgjedhje, për atë nuk i ka votat dhe nuk ka si të bëjë ndryshe. Madje këtu ka pasur një lajm që i ka kërkuar që t'i mbledh vetë 30 nënshkrime dhe 50 ja jep ai. Domethënë, kjo ka qenë ajo çfarë kemi diskutuar. Kështu që nuk është çështje e numrave, është çështje e matematikës. Duhen 80 deputet për ta votuar një kandidat. Në lidhje me atë që u tha këtu për familjen Jashari, sigurisht që është zgjedhje e tyre. Ata janë mbi palët politike, sigurisht sakrifica e tyre është sublime. Sa herë propozohet emri i tyre, sigurisht që propozohet në respekt të plot të sakrificës së tyre, por posti i presidentit është edhe honorific. Dhe jam e bindur që askush më mirë se sa një përfaqësues nga e familje, për shembull zoti Murat Jashari, nuk do ta luante rolin e unifikuesit. Për vetë faktin që ai nëse vjen si kandidat në kuvend, pra nëse propozohet, do ta votonin të gjitha subjektet politike shqiptare, për këtë domethënë jam e bindur, tregon qartë për sa i përket përfaqësimit të unitetit të popullit, sepse qëndron mbi palët. Por nga ana tjetër, sigurisht që është risk, jam e bindur që ata vetë mendojnë një gjë të tillë, pasi kur hyn në politikë, pastaj balta e politikës mund edhe të dëmtojë edhe një familje ose një personalitet nga kjo familje, por vendimi ju mbetet atyre. Nuk kemi informata nëse kanë apo jo ata dëshirë, është ky vetëm një spekulim. Sigurisht që është përmendur shpesh herë emri i tyre, por pa ardhur emri në kuvend, pastaj absolutisht, po, vetëm atëherë zyrtarizohet. Po siç është folur për zotin Jashare, është folur edhe për Ramush Haradinajn, apo jo. Dhe për këtë në fakt doja që të vijonin bisedën për emrat të cilët përfliten, po që ende nuk janë zyrtarizuar, apo që mund të ishin edhe potencial të mundshëm, siç sugjeroi për shembull zotin Jashari, zonja Lama. Ju, zonja Lusha, kë mendoni si president të ardhshëm për te Vjosa Osmanit, e cila tashmë është vetë kandiduar? Unë, domethënë, secili ka natyrisht preferenca veta edhe propozimit dhe ide, por dëshira ime për shembull është që të vazhdojmë me një grua presidente. Për shembull, kemi mjaftuar emra të mirë, të cilët do të bënin të njëjtën detyrë, ndoshta të mirë, do të vazhdonin, si më thonë, edhe rrugën e presidentes Vjosa dhe pa përpashmes të presidentes Jahjaga. Për shembull, unë këto ditë kam menduar që ndoshta Majlinda Kelmendi do të ishte një emër, po ashtu shumë i vlefshëm mbi partitë dhe mbi të gjithë, sepse do të gëzonte respektin nga të gjithë.
edhe tashti nuk është më në karrierë, por e njehet gjithë bota për të arriturat e saj, për shembull dhe ajo mund të ishte një emër konsensual. Si ka marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? I ka njëjtë siç i ka Vjosa Osmani? Po ajo mund t'i krijoj sepse është e re dhe me një ekip të mirë këshilltarësh. Po mendoj sepse shpesh po flasim edhe po përmendim cili do të mund të ishte. Unë mendoj që do të duhet të vendoseshim shumë disa emra në opinion, natyrisht është e drejtë pastaj e tyre të propozojnë të vendosin se Kosova ka plot emra, zonja Luzha. Po unë doja që të flisim më shumë për profilin, si shta për shumë zonja Lama. Zoti Jashari është një profil që është konsensual, vjen nga familja Jashari, ka mbështetjen e të gjitha subjekteve politike. Askush le themi nuk guxon që t'i thotë jo. Cili do t'ishte profili? Nuk është puna që të guxoj. Ata kanë respekt edhe në atras. Patjetër, për emrin që përfaqëson. I pajtueshëm. Por, po them, ka pasur edhe përmendjet e emrave të tjerë, si Heri Bajraktari, po i cili tha që nuk është interesuar, ose të ambasadorit që ka qenë në Paris. Pra, profile, ne vërtet duhet shikojmë edhe deputetët kur bisedojnë, duhet mendojnë çfarë profili do të ishte më i mirë për Kosovën tani, në këto rrjedha dhe në këto situata të cilat po e presin Kosovën. Prandaj edhe u pyeta për marrëdhëniet me SBA-n. Po nëse më pyetni mua, për shembull, unë mendoj që s'kemi nevojë në një farë mënyrë me ndru tash presidentën në këtë fazë. Po me që ka ardhur puna kështu që partitë nuk po pajtohen dhe po përdorin këtë si kusuritje politike, atëherë duhet me dhënë edhe alternativa, të cilat në një farë mënyrë janë alternativa domethënëse dhe jo thjesht të kalkuluara mbi bazën e interesit individual apo partijak. Unë besoj që për me shku matutje ka zgjedhja një presidenti i cili është me të vërtet, ndoshta në të ardhmen do të zgjidhet direkt nga populli, duhet më të veçen një person i cili i ka takuar ose i takon ndonjë partije politike. Pra vërtet me gjithë një person qoftë dikush nga familja Jashari që është mbi ose persona për shembull siç e përmenda edhe unë Majlindin, e cila është po ashtu mbi të gjithë dhe e gëzon respektin e të gjithëve. Qartë. Zonja Lama, ke një kandidaturë tjetër përveç zotit Jashari? Unë nuk kam asnjë kandidaturë, po varet kë do të ketë zoti Kurti, sepse mendoj që ai do ta përcaktoj. Na lejohet që të flasim për emra edhe për profile. Nëse ai do të synojë që të ketë në presidencë një person që i bindet plotësisht, që nënshkruar gjithçka çfarë ai i kërkon, që në një farë mënyrë kthehet në noter të tij, kam përshtypjen që zoti Jashari nuk do të jetë i tillë, nuk e konsideron të tillë, ai është tjetër autoritet. Por këtu është edhe problemi, një person të cilin i përshtatet vetëm zotit Kurti është i papranueshëm për partitë e tjera në opozitë. Prandaj mendoj që kjo çështje sigurisht nuk është e zgjedhur. Nëse zoti Kurti nuk do të kishte këto synime, pra që ta kontrollonte tërësisht, por të ofronte edhe ndonjë personalitet tjetër që do të kishte konsensusin e partive të tjera politike, mund të kishte zgjidhje, megjithëse me çfarë kam dëgjuar nga dy partitë e tjera të mëdha, me përjashtim të një përfaqësues nga familja Jashari, nuk mendoj se ata votojnë të tjerë kandidatë. Spaku duke i lexuar ndërreshta deklaratat e tyre, edhe të PDK-s, ndërsa LDK-ja ka kërkuar marrëveshje politike, PDK-ja ka thënë me ndonjë përjashtim. Prandaj po themi që përfaqësues nga familja Jashari mund të jetë e vetmja që mund të marrë edhe votat e partive në opozitë. Për sa i përket pastaj zgjedhjes presidentit nga populli, ka pasur një iniciativë atëherë kur është kandiduar, kur është zgjedhur zonja Jahjaka, ka pasur një marrëveshje ndërmjet subjekteve politike, në fakt ka ndryshuar kushtetutën, por nuk ai proces ka dështuar sepse është parë që është jashtëzakonisht e vështirë, edhe për faktin që për ndryshuar kushtetutën e Kosovës duhen edhe votat e komuniteteve ose minoriteteve. Qartë. Dhe zakonisht kur kërkohet vota e tyre, pastaj ata kanë dalin me kërkesa na hapet punë pastaj. Të pa realizueshme. Kështu që prandaj është hequr dorë. Dhe atëherë njëra ana tjetër është sepse disa kompetenca të presidentit dhe të kryeministrit janë si të përbashkëta në kushtetutën e Kosovës, disa zgjedhje të rëndësishme, shefi AKI-s për shembull apo kompetenca të tjera janë si të përbashkëta dhe kur
kushtetuta është bërë për të prodhuar bashkëpunim ndërmjet subjekteve politike, por edhe ndërmjet institucioneve, si të presidentit, ashtu edhe të kryeministrit. Dhe është parë si një proces shumë i vështirë, nuk besoj që do të bëhet sa afërmi çështja, domethënë do të ndryshohet kjo çështje. Pastaj edhe Po ma në parim, je për propozimin e zonjës Lusha, që tjetë direkt nga populli? Subjektet politike do dalin me kandidatet e tyre apo jo. Dhe prapë do t'ishte shumë e vështirë të thuash që u zgjedh një kandidat konsensual apo jo. E kuptova, pra nuk je dakord. Do t'ishte politik. Qartë. Unë ju falenderoj, ju përshëndes. Kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit. Shkëputemi, rikthehemi për pak.